Për problemet me kanalizime kemi raportuar shumë herë si medium, por duket se gjendja nuk po ndryshon. Edhe sot në rrugën Ali Hasi, e njohur si ish rruga Sadik Stavileci, situata paraqitet e njëjtë. Sipas banorëve të zonës, ujërat e zeza kanë shpërthyer sërish, duke përhapur një erë të rëndë bashkë me fekalje në të gjithë hapësirën përreth. Kalimtarët ankohen se aroma e rëndë është bërë e padurueshme, ndërsa rruga është vështirë e kalueshme për shkak të ujërave të ndotura që kanë dalë në sipërfaqe. Gjithmonë sipas banorëve të kësaj zone, kjo situatë po përsëritet shpesh dhe se pavarësisht raportimeve të vazhdueshme, asnjë ekip nga kompania rajonale ujësjellësit Gjakova nuk ka dalë në terren për ta zgjidhur problemin. Sipas tyre, rasti është njoftuar që prej ditës së djeshme, mirëpo deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret. Qytetarët kërkojnë reagim urgjent nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se një neglizhencë e tillë mund të sjellë pasoja serioze për shëndetin publik dhe ndotjen e mjedisit.